Bravo! Kena zhvendos protesta një tubim paqësor, se nëse na të bën një demonstrat frikshëm, po vetëm jena të demonstru që kena një problem shumë serioz me pronën tonë, siç ishim te prokuroria e Shkodrës, i na zhvendos para Bashkisë Shkodrës për të marrë reagimin e një nga zyrtarëve të Bashkisë Shkodrës, me që asnjë s'ka begenisë me fol për problemin tonë. Ne në zonë që administrona nga Bashkia e Shkodrës, nuk jena komunitet i vogël, bëhet fjalë me na marrë të tanve pronat, me na lënë pa prona, jo një familje, jo dy, po gjithë fshatin. Kështu që pretendojmë dhe kërkojmë që Bashkia e Shkodrës të dalin me një reagim absolutisht zyrtar, të vinë të flasin me neve, të na tregojnë se si është procedurë për marrjen leje të kësaj leje ndërtimit, dhe si pse Bashkia e Shkodrës, që duhet me kanë në mbrojtje tonë në administrimin e territorit të saj, nuk reagon fare, ndërkohë që banorëve po ju plaçkitet prona. Si është marrë kjo leje ndërtimit, kush e ka dhënë, pse e kanë dhënë, në bazë të çfarë kriterësh e kanë dhënë, kush është pyet, sepse asnjë nga këta banorë të rrjedhit nuk janë pyet. Nuk mundem me shku me pyet kompleksit për rrjedhin, as ata të Dukaxhinit nuk mundën marrë me fol për rrjedhin. Dëgjesa publike që ata pretendojnë, firma ndërtuese pretendon që ka bë, nuk është bë me banor të rrjedhit. Pse nuk reagon asnjë nga institucionet? Ju kena shkruajt, ju kena kërku të ankohen me reagu, askush nuk ka reagu. I lutena Bashkisë Shkodër, i lutena shumë të dalin, të reagojnë edhe të mbrojnë qytetarët e vet, të mbrojnë ata për cilët është votu me mbrojt. Nuk është votu me dalë me mbrojt investimet e Bashkimulës apo të Fatmir Shpes, falsifikimet e tyne. Është votu me na mbrojt ne si qytetar të Bashkisë Shkodër. I lutena shumë të dalin të reagojnë dhe të na japin një zgjidhje për problemin që kena. Atëherë sot këtu gazetar dashur jena paraqit për pa një kërkesë kryetarit Bashkisë Shkodër, i cili ka marrë edhe votat nga gjithë ne banorët e kësaj zone, që na përfaqësojnë për çdo problemi që ne të kemi. Kështu që problemi kryesor i joni është i pronave, dhe këtë problem kemi arritur ta bim deri tek Bashkia Shkodër. Shifet se sa njerëzit janë kaq fshata se rrjolli po del tash më i madh se Tan Velipoja. Këta janë banorët e fshatit rrjoll që protestojnë këto ditë për ditë, që nga e hana e kalume dhe deri më sot, afro 8 ditë që ne vetëm protestë bëjmë. Sot në Bashkinë e Shkodrës kena ardhur me ditë se si është vepruar nga Bashkia Shkodër dhe procedurat që ka bërë Bashkia Shkodër lidhur me dokumentacionin që i ka dhënë firmës Bashkim Ulaj ose për nxjerr lejen e Bashkim Ulaj. Një nga ata detyre Bashkisë Shkodër ka qenë edhe leja e dhënies nga Bashkia Shkodër mbi territorin e saj. Megjithse me sa kuptoj unë, Edi Rama i ka heqë të gjitha kompetencat e bashkive për zonat turistike, por gjithsesi kjo zonë turistike i përket qarkut Shkodrës. E para është se në një dokumentacion që më ka dërguar Bashkia e Shkodrës në përgjigjen e saj, më ka thënë që është bërë dëgjesa publike. Jo, momentalisht nuk është bërë. Por kemi dieni se është bërë, por ne nuk kemi qenë prezent në dëgjesën publike. Tash duhet të ditë vërtetën nëse është apo nuk është bërë dëgjesa publike. Nëse është bërë, kush nga përfaqësuesit e bashkisë kanë qenë prezent, dhe duhet të njihemi me dokumentin se cilët kanë qenë ata fshatarë që kanë firmosur për dëgjesën publike në Velipoj. Çështja tjetër është se pyetja është se a ka kompetencë Bashkia Shkodër mbi atë territor. Cila është kompetenca e saj që të marrin lejen ndërtimit një firmë nga Tirana apo ku diun, dhe Bashkia Shkodër mos jetë përgjegjëse për territorin e saj. Megjithatë, ne rrim me shpresën, mendojmë se me Bashkinë e Shkodrës do të gjejmë një zgjidhje, ku zgjidhja do të jetë e mirë për ne, sepse ne disponojmë dokumentacion që vërtetojmë edhe rëndësinë që kemi. Pra ju keni dyshime për dëgjesën publike që mund të jetë manipuluar? Jo dyshime, po nuk është bërë fare. Është bërë, po nuk është bërë me ne.
Aja është bërë, se nuk mund të marrë i lejë, pa bërë të qesën publike. Ashtë ba, po si është ba, kërkojmë na. Tashi, Bashkia e Shkodër në një rast më thotë, jo, është bërë, por ne s'kemi qenë prezent. Po si mund të bëhet një zgjedhje publike, pa qenë një jurist i bashkisë që të tregojnë se si u vepru në atë mbledhje, në atë zgjedhje publike, cilat kanë qenë reagimet e njerëzve. Nëse aty duhet, po të kishte fshatar, do të kishin edhe reagimet kundërta. Pra nuk është bërë. Pra, ta thonë që nuk është bërë, po faktikisht është bërë. Ta thonë që e dim që është bërë, po ne s'kemi qenë. Atëherë, si mund të marrësh një leje të një zgjedhje publike ti, ose një leje ndërtimi pa vetë zgjedhjen publike. Këto ishin edhe ato që ne kena sot për të thënë këto. Faleminderit. Atë mbrapa s'gjallë. Falenderoj si media. Falenderoj gjithë këtë popull, gjithë ta emigranta që ka nërë dhe do të vinë. Ne kena një thirrje që kur e bon 2 kolekte parë, këto prona janë me tapi, janë të rregullta, nuk ka falsifikime asnjë lloj kategorijet. Në qoftë se na i kena prona të falsifikueme, ky pse s'vjen me në ballafaqu me ne, me thonë orë burra që ku i kam letrat, në këtë vitëm ka li baba zhyshi këto. Dhe një menim ashtë. Ky zotnia pse nuk shkon me bo një ekspert me znatësi çfarë trungut ka lënë aty ky, sa brez, bab, zhysh, 4 zhysh, që me na i prunë këtu me thonë urdhën zotni, i tum ka le zhyshi, i tum ka le baba, i tum kam le vet, i tum kam pas të nibat. Sot është, a e dihet se i ka falsa. Prandaj bojmë thirrje edhe herë, shteti shqiptar me dasht, me një pikë pështëm, ati atë zhjith eksakten se ku mund të kenë linaj dhe çfarë trashëgimtarit ka pas aja ty. Po ku ka pas me shkrua turistisht në atë kohë, si peshineve që ka banda. Na i bëjmë një thirrje popullit, i bëjmë thirrje gjithë institucionet shtetërore që ta vënë dorën zemër, mos ta lëshojnë këtë popull në gjakderdhje. Ne e keni pa dhe vetë si gazetar, qa janë të bënë policia ne tash 2 ditë. Na mo shumë porrim në polici, se porrim të tokat tona. E bëjmë thirrje shtetit, na nopin një rrugë zgjidhje, i bëjmë thirrje kësaj gjykat, na nopin një rrugë zgjidhje. U falenderoj gjithë këtë popull e me respekte. Pra, do të thasë nësoj. 2, Një hap më para. Praki, hap më Praka i hap më para. Atë mos ty mos. po do. Gati. Vazhdo. Pse vendos me protestuesat të prokuroria? Sot vendos me i herë në radhë parë ju falenderoj që jeni në mbështetjen tonë dhe nuk na ka mungu asnjëherë për krahja juaj. Ju falenderoj për zemërsisht në emër të tyne të gjithë fshatarëve këtu. Ne sot jena këtu për arsye sepse para pak ditësh kemi bën një protestë para Spakut ku atje ishim drejtuar me një kallëzim, ku ai kallëzim është transferuar në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër dhe ata atje me plot drejt na thanë që të interesohen se si është vepruar me këtë kallëzim në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër. Kështu që sot erdhëm këtu për të protestuar sepse u bën afër një vit që nuk po merret asnjë lloj mase, asnjë lloj zhvillimi, nuk dim se si është zhvilluar ky kallëzim që ne kemi bërë dhe nuk se kuptoj pse nuk janë të interesuar që të vazhdoj procesi i hetimeve, duke ditur se ne kërkojmë vetëm e vetëm 2 kërkesa janë në prokurori, të cilat ne kërkojmë në radhë parë të bëhet ekspertiza tekniko-ligjore e të 2 dokumentat pronësisë, timit dhe të atij. Dhe cili nga këta të jetë i falsifikuar duhet përgjigjet para ligjit, e para. Dhe e dyta, e kam për sa i përket firmës. Firma që ka fitu këtë zhvillim ose këtë ndërtim të një resorti luksoz, ai të pretendon se ka bërë një digjes publike me fshatarët e fshatit Baksarjoll. Këtë unë e sfidoj këtu për arsye sepse fshatarët e Baksarjollit këta janë, ne nuk kena të tjerë, absolutisht nuk ka ma shumë se kaq, vetëm presim që të vinë ma shumë se kaq, presim ata që kanë ikë, sepse duhet vinë të prona atyre, dhe
t'i pyesin prokuroria se cilët nga këta persona kanë bërë dëgjes publike që ai pretendon në një reagim të tij që kanë pas dëgjes publike. Pra, dëgjesa publike të bëhet me emër, mbi emër, me dhe adresën se ku banon. Ne i kena kërku prokurorisë dhe po ja kërkojmë tani. Të lutem, ne kërkojmë vetëm e vetëm drejtësi. Drejtësia është cili ka letrat falso. Ne dim që i ka falso. Ka provat e vërtet ai, i ka aty. Ja kam lënë në kallëzim të gjitha provat. Pse nxitojnë? Pse nxitojnë mos me nxjerr në pa? Jeni takuar me prokurorin, çfarë fazet është? Atje që ju keni bërë. Pse nuk jemi takuar me prokurorin jemi këtu? Se po t'ishim takuar, ne do të kishim marrë një përgjigje. Pra, ai nuk ka as edhe një lloj reagimit që nga marsi i vitit 2025. Pra, një vit, ne kemi bërë kallëzimin në SPAK dhe SPAK-u ja ka dërgu delegim në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër në mbikëqyrje të SPAK-ut dhe absolutisht nuk na kanë thirrë. Unë se kuptoj pse. Ku është qëllimi? Ai po nërton. Le të nërtoj. Unë ja premtoj jeto. I ta burra jeto janë me mu. Unë e di se ka vështërsi me shku deri në SPAK. Deri në se SPAK-un e krymë se ata nuk dojnë, por deri në Strasburg. Unë e di se ka vështërsi. Vesh me besim të Zoti dhe me besim të i ta burra jeto, ne deri në Strasburg do shkojmë. Prona është e shajt. Ta din gjithë kush, se pronën kush se falë. Shumë njerëz thojnë që ku kanë pas rrjellor tokë. Po kam thënë në televizor, e keni pa letrat e mia, ku shtjet e dyshim se ne kemi një dokument falsifikum, ju lutem, jam i gatshëm të dal të flas si shok, si mik, me cilin do të ballafaqohem me dokumentat që kam unë. Unë këtu kam dalë për një dokument të cilin e mbaj në shtëpi dhe e kam marrë në zyrat e shtetit shqiptar. Nëse zyrat e shtetit shqiptar nuk janë të afta të majnë atë vullë që ma kanë lëshua, atëherë prokuria, i drejtojmë prokurisë. Prokuri, të lutem, të parin mua të më ndjekesh penalisht për falsifikim të dokumentave dhe për dërimin e tyre. Ju lutem shumë, ju mediave, ju lutem shumë, kryeministrit, na jep zgjidhje për pronat tona. Ne nuk pretendojmë që ti themi Fatmir Shpellës ikti se du me marrën. Jo, unë pretendoj që kush ka dokumentin, kush i ka sakta, ta gëzoj pronën. I ta burra i tu ka tash 200 vjetë që jetojnë aty. Tu nuk ka... Bravo! Duam drejtësi! Poshtë oligarkët! Duam drejtësi! Poshtë oligarkët! Poshtë hajdutët! Si thash, ne nuk pretendojmë që ikti Edvion. Unë pretendoj, kush ka letrat ta gëzoj. Dhe po ja u themi këto, nuk e gëzon kush për vetëm ati që takon. Nëse mu më takon, do të gëzoj. Nëse nuk më takon, nuk do të gëzoj dhe do të kërkoj falje që unë u kam bezdis o firm, o Fatmir, o kush do të qesh tjetër. Unë atje nuk kam pretendim ka musliman apo katolik. Atje të gjithë jemi shqiptar kudo, sepse ne duam që zhvillohet që të vinë muslimanë, të vinë katolike, të vinë, por ata që të vinë tek ne dhe të na pyesin ne për pronën tonë dhe t'ja japim ne pronën tonë aty ne muslimana, katolika, çfarë do jejo ai? Sa është shqiptar. Këtu nuk ka katolike musliman. Këtu ka vetëm shqiptar, të cilët na jena vllasen, jena rrit bashk. Por sot për sot nuk duhet me bë komente të tilla që me fut këtë çështje në çështje fetare. Nuk ka çështje fetare, tu ka çështje pronet. Bravo! Ku është ai njerëz që s'vjen me Togën e fëmijëve tonë që brek kush. U lut na bini ta shohim bini. Qa më u lut, heq më bëna i do të kriminal. Me respektu tokën e rrjullit. Me respektu banorët. Që do nga prej Anglie, prej Italie, Greqie. Po, hajde.
I herë, shumë faleminderit për jush si na mbështeti për çdo ditë, e jeni me ne, e kena po. Jeni me ne për çdo ditë. Shumë faleminderit. E kjo është e para. E dyta, e më e rëndësishme, e treta tona me radhë është se na jena aty. Na kena dëshmitar si aty. Na kena trojet aty, na kena shtëpiat atje si na I ka prish tërmetin 79-ën, e kena themelët si akret kullaj një me vërtetuar se na jena atje, na kena shenja, na kena puse, na kena murie, na kena shtëpia po atje si janë të rrezume. Na nuk mund thoni njëri se na nuk mund të ekzistojmë. Na kena dëshmitar se kena na. Po më të madhin dëshmitar na kena të madhin Zot si e kena me veti se na jena aty. Na jena aty. Jo si doni me na shihni prej atje, prek markat e ton këta fizi në shollajt e keqajnë e ton, na ekzistojmë. Na nuk ashte, na nuk kjo gjë nuk mund shihet prej historisë se na jena. E na kanë këto. Na kanë ardhur faleminderit, na kanë mbështet njerëz të jashtëm, na kanë ardhur prej Anglijës, nipat e mesat, na çka kam I thon nipit temon. I kam thon prej Anglijës, e ka ardhur kur kanë fëmijë keqe, e kena marrë për dorë baba emi ku ka zua, ku ka pas shtëpinë, ku ka pas pusin, ku ka pemën. Ku I ka të tona. Tash çka kena mu thonë këtyre njerëzve tonë si është e vërtetë se na jena. Është e vërtetë se na jena. Edhe do të jena të mundohen bëjnë çka don këta njerëz. Ta janë të na marr, janë të na prish murit e shtëpisë, janë të na hiq ujit, si kena pi, si ton kalimtar, si kon kaluan ai burr, ai zotni se nëse zotni, se thotë vetja ai ka pi ujë në ato trojet tona atje. Ja vela pas kalun ai herë. E kena mikprit, e kena botë të tonë atje, po na jena autoktonë edhe na do I shkojmë deri në fund kësaj punë. Faleminderit prej të tonëve. Emër të lutem? Aldin nuk pjeshka. Duam drejtësi. Lart Kriminal. Rjollë renorme. E nuk e hajduta. Nuk e vlet. Duam drejtësi. Prokuroria duam drejtësi. Prokuroria duam. Pronorit. Jo e pronorit. Jo hajdutve. Nëse keni dëshirë, do I kthejnë edhe policisë, se nuk kena qytetarë dorës dy, dhe era dy për na mbrojt ne, me mbrojt